nderuar zoti kryeministër, të nderuar ambasadore, të nderuar përfaqësues të Air Transat, të nderuar pjesëmarrës, jemi mbledhur sot në këtë ceremoni jo thjesht për mbërritjen e një avioni në fakt, por për hapjen e një mundësie të re për Shqipërinë. Për historinë, për herë të parë në historinë e aviacionit civil shqiptar, një fluturim direkt lidh Kanadan me Shqipërinë, duke krijuar një urë të re mes dy vendeve tona, mes njerëzve tonë, familjeve, bizneseve dhe kulturave tona. Kjo arritje sigurisht nuk është rezultat i rastësisë, ajo është produkt i një bashkëpunimi shumë të ngushtë ndërmjet institucioneve shqiptare dhe kanadeze, i një pune intensive, diplomatike dhe teknike, si dhe i besimit që industria ndërkombëtare e aviacionit ka tek Shqipëria. Vetëm pak muaj më parë, kur u shfaq interesi i Air Transat për të operuar fluturime direkte në Shqipëri, ne kuptuam menjëherë rëndësinë strategjike të kësaj mundësie. Për këtë arsye, institucionet tona u angazhuan me prioritet për të negociuar dhe finalizuar marrëveshjen për kacet e transportit ajror mes dy shteteve. Dhe pikërisht për këtë gjej edhe rastin për të falendëruar Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Autoritetin e Aviacionit Civil, partnerët tanë kanadez, për dhe gjithë ekspertët që punuan me përkushtim për të bërë të mundur këtë arritje. Sot kemi dëshmuar se kur ekziston vullneti dhe bashkëpunimi, pengesat burokratike mund të tejkalohen dhe interesat qytetare mund të vendosen në plan të parë. Kjo linjë ka një rëndësi të veçantë për mijëra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Kanada. Ata janë ambasadorët më të mirë të vendit tonë, një komunitet i integruar dhe i respektuar që ka ruajtur lidhjet e forta me Shqipërinë. Dhe në fakt edhe dita e sotme ne pamë që në avionin e zbritur pjesa më e madhe ishin shqiptarë që tregon lidhjen e pashmangshme me shtetin e tyre. Por ndikimi i kësaj linje shkon përtej diasporës. Ajo hap një treg të ri për turizmin shqiptar, sjell vizitor nga një prej vendeve më të zhvilluara të botës dhe krijon mundësi të reja për biznesin, investimet dhe shkëmbimet ekonomike. Ky zhvillim është gjithashtu një tregues i transformimit jashtëzakonshëm që ka përjetuar aviacioni shqiptar gjatë viteve të fundit. Vetëm pak vite më parë, Shqipëria konsiderohej një treg periferik. Numri i pasagerëve tashmë në ditën e sotme është trefishuar krahasuar me periudhën para pandemisë. Lidhjet ajrore janë zgjeruar ndjeshëm dhe Shqipëria po bëhet gjithnjë më shumë e aksesshme për qytetarët dhe vizitorët nga gjithë bota. Kjo rritje normalisht nuk do kishte asnjë kuptim pa sigurinë në aeroport. Prandaj kemi investuar paralelisht për forcimin e mbikëqyrjes së aviacionit civil, në përmirësimin e standardeve dhe në harmonizimin me kërkesat europiane dhe ndërkombëtare. Ndërsa shohim drejt së ardhmes, vizioni ynë është i qartë. Më shumë lidhje, më shumë mundësi dhe një aviacion që mbështet zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Linja Toronto-Tiranë është vetëm fillimi. Ne do të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar për të zgjeruar rrjetin e destinacioneve, për të rritur kapacitetet infrastrukturore dhe për të siguruar që Shqipëria të mbetet një histori suksesi në aviacionin evropian. Sot festojmë një arritje të përbashkët dhe si e tillë mirë se erdhët në Shqipëri, mirë se erdhët në Tiranë dhe mirë se erdhi një kapitull i ri në marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Kanadas. Faleminderit.